Mirëmëngjes të gjithëve, ju përshëndes, ju uroj një fundjavë të bukur dhe ja tek kemi në transmetimin ton të drejt për drejt në Reze Dielli. Në ditën e sotme, përveç recetave që do të nisim pas pak dhe janë vërtet shumë të shijshme sot të stinës me produkte të sezonit, do të ndalemi tek 3 biseda. Do të nisim me një bisedë të thjesht praktike për të gjitha anvisat dhe zonjat e shtëpisë për të njohur me kefirin, të produkt i cili duhet përdorur për shkak të nivelit të lartë të probiotikëve që ka, por në studio do të tregojmë edhe se si duhet ta fermentojmë këtë proces të gjatë të tij, si ndodh, si ta zini vetë kefirin në kushtet e shtëpisë dhe për çfarë shërben ai. Në pjesën tjetër do të shkojmë në një komunikim virtual në zemër të Firences, aty ku gastronomia italiane është një përvojë e gjallë për shqisat tona. Aty një shqiptar, i cili njihet si shqiptari i mishit, ka hapur një nga braceritë më të njohura të qytetit. Ai sjell mish nga të gjitha shtetet e botës, por e sheh atë më shumë si një përvojë unike, si një shkencë, sepse ka një mënyrë të veçantë të përpunimit, të ruajtjes, mënyrën se si ai e trajton mishin duke krijuar një përvojë unike për të gjithë klientët që vinë aty nga e mbar bota. Për këtë pasion për mishin, shqiptari Gerhard Betja ka lënë edhe pas, le të themi, profesionin e tij, sepse ka studiuar në Padova për shkenca për marrëdhënie ndërkombëtare. Do të kemi një bisedë për lexuesit e vegjël, gjithmonë sillim në vëmendje libra dhe tituj të rinj, të cilët frymëzojnë të vegjëlitan. Ajo është një autore e cila ka krijuar një botë ndryshe, shumë të dashur, edhe shumë interesante për fëmijët. Vjen në ciklin e 3 të librit Arja, ky personazh i dashur, i cili në këtë cikël të tretë i çon fëmijët shqiptar në një udhëtim në të gjithë Shqipërinë tonë historike dhe kulturore. Një libër për fëmijët dhe për prindit që s'duhet humbur. Do të flasim pikërisht edhe për lexuesit e vegjël dhe qasjen e tyre me leximin. Le ta nisim menjëherë me recetat tona. Dhe mirë se erdhët në kuzhinë për të gjitha zonjat dhe zotërinj që na ndjekin. Mirëmëngjesi, si të kam? Tash me produktet të sezonit, se sa pash gjethet e rushit, mendova direkt ka ndalë japrakët në për të. I paskezeri pëske bërgati, kumbullat e tharta gjithashtu, kumbullat shahine, qepët, që do të ndërtojmë këtë recetën e vjetër dhe të shishme. Pjesa e parë dhe pjesa jeshile që shtohet pak të sfare më vonë, kripa piperi në vend të limonit, limontoz si dikur, ne në gjykun e kam përdorur të tha që të ketë atë aromën e fuqishme, majdanoz kopër, sepse kërkon shumë bim aromatike. Për hir të së vërtetës, së gjethet janë të voçkla, por kanë qenë të lidhura, do në të ditë që unë i kam bashkuar dyshe, ndodhë që më t'i bashkosh edhe treshe. Në vaj bimor, as yndyr, as vaj ulliri, shtoj pjesën e bardhë të qepëve. Ju do keni diku te 1 kile, unë pa tjetër që kam më pak, sepse do vendos më pak, do të shtoj tani pakës fare kripe, atë ritualin, pakës fare krip për zbutjen, pakës fare ujë që t'jemi në rregull, por nuk shtoj ujë. Do të shtoj pjesën jeshile dhe jo bishtat fare. Një kaurdisje, pa tjetër që orizin e kam të zier për para, shumë pak. Normalisht kërkon një zjerje gjysmën e minutazhit që duhet e orizi, sepse do gatuhet, plus që normalisht do shkoj dhe në fur apo në vatrën e sobës, si të dëshironi ju. Unë për shembull që të kem kohën e duhur, patjetër që t'i kaloj në fur. A bëhen të mira? Bëhen të mira, llokum. E pse mos bëhen? Bravo. Kjo është, pse mos bëhen? Me thik dhe jo pa frikë. Kur kemi qenë të vegjël dhe kur na binin në duar dhe ne që jemi rritur në fshat, i konsumonin këto kumbullat e tharta me pak krip. Dhe sa na shijonin, edhe sa të mira, nuk e di a ka më ato shije ajo. Asgjë nuk ka shije, sepse toka nuk është e tillë. Po, edhe fara më nuk është e njëjtë, këto kanë qenë pak më të vogla dhe jeshile më e theksuar. Do thoni ju që jeshila me theksuar është kur është në fillim fare. Jo, edhe kur ishe më të mëdhaja bëshem, më pas, kur fillojnë e bëjnë më të mëdhaja, që ndryshon atë ngjyrën e verdhë, nuk është kjo. Dikur në për shkolla, vini dhe shisnin o lule djeli, o caraca. Pra flasë në moshën time, caraca, sepse s'kishte shpiti ronë se pa mana, pa caraca,
dhe pa kumlla shahini. Po. Jo të gjithë mund t'i kuptojnë kumllën e shahinit. Po. Se bëhet dhe në gjelle fusim kudo në mish për shembull. Ndihmon shumë, po. Salca të ndryshme. Në vend të nardenit për shembull që kemi mish me energjik ose me narden, përdoret mish me kumlla. Dhe besoj se nëse ka shpëtuar ndonjë nuk është problem. Sepse thjesht do t'i japin atë shijen e aftë dhe bashkë me limontozin. Por mos harroni shumë që dikur gratë, nëna tona, gjyshet tona, se nënat kishte dal atëre limonin e gjenin, i bënin me rushin e thatë. Me rushin e pa bërë. E shtypnin, e vendosin në për napa dhe e mbanin dhe e mblidhin në për to kavanozët e vegjël apo tek. Ato e përdornin për shumë gatime, jo vetëm për gatime, por edhe për, le të themi, si të them, ndërhyrje praktike, për shumë kur pickonte bleta, e përdornin si përbërës kryesor për heqjen e pushit fytyrës të qimeve duke e bashkuar me krip. Por sot, nga që nuk i kushtojnë shumë vëmendje dhe gjithçka ka përparuar, i kemi në treg shumë produkte të tjera, i kemi lënë pas këto naturalet që dikur i përdornin gjyshet. Do shtoj. Pra kemi shtuar kripën, tani shtojmë edhe limontosin. Pa fosfare piper, energjik me bollëk. E kjo është mbushja. Kjo është mbushja, më pas tani do ta lë paksa, do ul dhe nxehtësinë që të merrem me përgatitin tani të japrakëve për ti mbushur. Duhet një masë e konsiderueshme. Dhe bimët japin shumë aromë të mirë. Aromatike. E largoj paksa, sepse nëse fillon ajo kërcitja e zhurmës, të vajt, do thotë që duhet të ndihen. Ja, kështu. Jemi gati tani që të i tregojmë mbushjen. Ti bëjmë me qënë se këto gjethet kanë qëlluar më të vogla, ose të bashkojmë 2-3, ti bëjmë më të vogla, do kemi më shumë në sasi. Por, derisa të kalojmë këtë fasa dhe të ftohet pak mbushja, i tregojmë së bashku të shkruara produktet e japrakëve me gjethe rrushi mbushur me qep të njoma dhe erza. Ju duen qep të njoma 1 kilogram, më pak se 1 kilogram, si ta keni ju, le temi tavër, do t'i shtoni. Qep të njoma, koper të freskët, nenexhik të freskët, oriz, ujë, vaj ulliri dhe pak vaj lule dielli, krip piper, limontos ose lëng limoni dhe gjethe rrushi. Kjo është receta e japrakëve me gjethe rrushi. Të cilat prit së vërtetës, edhe kur ka qenë dimër apo fillimi i pranverës, ne i kishim në ngrirje, kemi sjell një mbushje tjetër, kështu që janë një mundësi shumë e mirë tani që janë të freskëta, se më pas kur fillon dhe ju trashen këto gjethet dhe ky kërcelli nuk bëhen, nuk janë të shishme, tani e kanë sezonin. Ose siç i kemi të tilla, shumë mirë, mund të marrim, i mbledhim, i lidhim dhe i vendosim në kavanoz. Në kavanoz, që qëndron gjithë kohës. Freskinë e tyre, po. Marr dhe bëj mbushja. Orizi, unë kam zgjedhur të marr më cilësorin. Dhe kur flasim të cilësori, ju e dini shumë mirë që çfarë orizi përdorim. Një nga variantet e gold nga Teuta, ose variantet e Scottit, pasi nëse duam të mbizotëroj, le të them, ku kemi receta më të rëndësishme për... Kam marr goldin.
Pra kam vendosur nga 2 gjethe. Gjë që do të krijoj Okej, vendosim sa gjethe këtu. disa gjethe, sepse nga e zjera, normalisht që ja, shtojmë disa të tilla. Krijojmë një shtrat gjethesh, shumë mirë, zihet mishi në tavë i pjekur duke kaluar gjethe rushi ose gjethe fiku. I jep një shije shumë të vendosur në këndshme. shtrat. Po. Vendos. E kaloj. E shtrydh dhe e lë të tillë. Filloj me masën tjetër. Se mirë më mbështill kanë dhe me gjethet e vogla. Po, prandaj dhe kam zgjedhur ose dikur që bëheshin rumbullake, por nëna ime i bënte të tilla. Andaj nga dolma ju themi këtyre. Shqipëria mesme, japrak. Po. Pjesa e jugut, juglindjes, i kemi me këtë emër, të dolma. Sepse i bëjmë edhe me gjethet e lakrës, të i kemi sjell. Erzat janë tipike në këto receta. Pra, dolma quhet me lakrën. Japrak quhet me rushin. Pra, ky është ndryshim, dhe normalisht që është edhe... Po e sqarojmë publikun tani dhe edhe djemtan këtu. Megjithatë, mund them ta lëmë diskutim krajinore dhe ta lëmë diskutim tek zonjat. Ato janë firma e fundit për ne. Se kanë eksperjenca të ndryshme. Si u thonë nga zona e tyre? Si u thonë? Nga zonat të ndryshme. Unë jam një ndërthurje shumë e mirë e 4 zonave. Pra Shqipëria mesme, Juglindje, Shkodra, Gjirokastra, pra... I kje kështu të... që kështu, plus që normalisht e kam të lexuar shumë mirë, se përpara se të dalë në emision, dua të jem e informuar. Por, ndryshojnë krajina nga krajina sërisht. Sidomos tek unë. Kjo është e ndërthurja. Po, ti ke dëgjuar dhe japrak dhe dolma për të njëjtin recet. Po, për këtë flet shumë numrin e kemi të vendosur në ekran. Komunikojmë së bashku. Përshëndetemi gjithashtu. Edhe për recetat tuaja të ditës së sotme. Kanë dhe gjethe fort të mira, por shumë të mira po dalin. Mua më duken mirë se më pëlqejnë kur janë një kafshat. Pra që këtë japrakun të mos e kafshosh 2 herë, po 1 herë. Më pyet mua që i dua 2-2. Më pyet mua që i dua 2-2. Kështu bën dhe më shumë. Të tilla. Se qëndron më mirë dhe puthitur mbushja me gjethen e rushit. Pra, do kemi parasysh kur janë të njoma, nuk më duhet fare, për shembull, t'ia largoj. Për shembull, do të qenë një vresht i ri i këtyre gjeteve që të kanë qelluar ty. Po ka qenë për të zezën time, që unë të lodhem. E vendos në këtë mënyrë, që pjesa që është bosh të mbulohet nga tjetra. Pra, me e mirat mirave është gjithmonë, sikurse t'i mbulojmë krahun shokut. Ja. Po. E mbledh këtë tillë dhe ja, opa e kaloj. Me këtë Terezi sa i bie të bëjmë 1, 2, 3, 4, 5, 6, edhe 2, 3 këtu 9. Ama i dua të shift. Kështu që një 25, 26 i merr kjo. Është po natyra, o 25 grësheta, ja kështu janë dhe këto gjethe. Në një kos të freskët, pastaj të aromatizuar me bimë aromatike dhe shoqërojmë një drek ashtu. Të mrekullueshme, shumë të shijshme. Vazhdojmë me ashtu e kishim menduar. Po s'ka se si se kjo është recetë ta tregon vetëm me çfarë shoqërohet. Ta sjell ta nuhas edhe ty atë shijen tënde. Ne do vazhdojmë ta mbushim tepsin plot me japrak. Dhe do të kalojmë tani në mesazhin promocional për ofertën e ditës nga Prostatol. Për të gjithë të interesuarit, mund të mbani shënim numrin dhe mund ta shfrytëzoni si një suplement bimor.
Rikthehemi të vazhdojmë punën tonë me japrakët me gjetherushi, një mbushje fantastike që kundërmon aromë livadhi me këto bimët aromatike që kemi shtuar në të, bashkë me erëzat të tjera, bashkë me orizin dhe qepot e njoma. Ne vazhdojmë të mbushim tepsin duke i mbyllur mirë ato në mënyrë që të mos hapen, edhe pse vendosja e tillë, ngucur në tepsi, nuk ka rrezik për t'u hapur, do t'i vendosim më pas për t'u zier, pjekur, me Po. I vendosim në zjerë ose në furë, si të doni ju. Unë do t'i vendosë në furë që ta kemi sobën të lirë. Një përmbledhje të produkteve, kumbullat e tharta, kumbullat shahine janë për t'i vendosur në fund fare, që do të zjenë dhe do të lëshojnë ato lëngjet e tyre për të ndikuar pak të shia e japrakëve. Kemi marrë qep të njoma, kemi marrë koper, nenegjik, oriz, pak ujë, pak vaj ulliri, pak lule dielli, krip, piper të ri të zi për të shtuar shien, limon tos ose lëng limoni dhe sigurisht gjethet e rushit për japrakët e sezonit. Ka një sezon një shumë të gjatë të shkurtër, por që duhen shvëtzuar. Dikush prej jush i mbledh ato gjethet, i lani pastron mirë i san dhe i mban në ngrirje për t'i shfrytëzuar në ditë të tjera kur japrakët nuk gjenden në treg. Atëherë, ja. Ka filluar dhe restorante tradicionale t'i shërbejnë. Kam parë edhe me porosi, delivery për japrakët. Pra është një recet e traditës tonë, si që thonë sushi shqiptar. Po, në momentin që... dhe shumë e mirë. Në momentin që filloi të zhdukej tradita, sepse filluan gatimet e huaja, një hof të madh, të paktën ka diku një 10 vjeçar. Që sërish është kuzhina moderne në tradit. Ndërthurje. Patjetër që po. Një moderim i vogël, një ndërthurje për të eksperimentuar me shije, sepse vetë kuzhina është një eksperiment më vete. Ne duhet të guxojmë, të fantazojmë, të angazhojmë në të kemi pasion dhe përbërësit kryesor, para çka dhe lloji i recetës, apo vetë dora që e gatuan, po nuk e kemi atë dëshirën e mirë dhe pasionin për të gatuar, është e kotë që i futemi kësaj pune. Ja, për shembull, me rastin ton, jemi në çik modest, po mos e kishim me kaq pasion dhe me kaq dashuri gatimin, do rinim këtu për të gatuar çdo ditë 3 receta, po kishim zgjedhur diçka tjetër për të bërë. Apo jo, moj Albana? E mira ime ti, kaq. Çdo fjalë pastaj është shumë e tepër të them. Tani më ka ngelur. Ti ke marrë këtë sipërfaqen, e ke llogaritur me sa centimetra, e ke llogaritur dhe gjethet. Që ke bërë fiks. Gjethet dolën edhe jo të mira, por sekreti është kjo, që ti të punosh. Edhe kur nuk ke në dorë dhe të favorizuar të ryezën favori është, po. Ja i doni këto gjethet më të mëdha. Të vogla, gjë që unë nuk i sapen këto gjethet e rushit që ti shikosh. Opa, ja. Se këto janë më të holla dhe më të njomta. Njoma më këtu, shije. Këtë këtu, ja, të shi do bëj një hile. Që të kem mundësin. Amasat mira që janë se pa u futur në furë, po më vjen që ti provoj. Janë shumë të shishme. Edhe një të vogël fare, gjë që dua të një boshlik të vogël. Se ta të qoj dëm. Boshlik të voçkël. Këtë do ta vendos këtu. Me apo pak këto kumbullat përgatitini, gjeni sepse në treg i gjeni shumë kollaj, për t'ja u rikujtuar që po, janë kanë dalë në treg dhe ofrojni tryezës tuaj një shije fantastike me japrakët, mbushur me qep njoma me oriz, me bimë aromatike, me erza, ja t'i laj pak duart, dhe me kumbullat.
E kumrat shahine, po të t'i vendosim tani për t'u zgjedhur, t'i shtojmë uja, çfarë do vendoset tjetër, për kështu siç janë, do i lëm pak të zgjeduan Unë kam pak ujë. vendosur aq shumë kumblla, sa që si kam lënë hapësirë, por megjithatë, Nga që ne cepat. të jemi të sigurt. Duhet të thënë që orizi është i zjerë, dhe pjesa, opa, ja, përthithet më së miri nga gjethet. Përmirësojmë të këshien në fillim dhe direkt në furrë. Duket aq sa mban vetë tepsia. Në vajin e ullirit për ta shkëlqyer më shumë, për të mbajtur të buta. Në furrë. Shumë pak Për minuta do pjesën e t'i mbetur, duan. mos u shqetësoni se kam menduar prapë. Pak minuta, do t'i shijojmë dhe do t'i shoqërojmë pastaj me kos. Thjesht me kos, të zhytura aty, ose një kos të aromatizuar, e shojmë e vendosim më pas. Para se të kalojmë tek receta, me çfarë do të merremi? Para se të kalojmë te publiciteti. Po, merremi me furrën e kam ndezur, po, fura është ndezur, kam të treja gatimet i kam në furrë. Le të kalojmë tek. Zgjidhe ti nga të dyja. Po, disa toptha brumi, që janë me djath edhe me prosciutto. Po, Kur për jemi te mëngjes, prosciutta? për shumë ose për në një. Ta tregoj unë dhe te prosciutta. Çfarë prosciutto e ka zgjedhur Albana nga shporta e saj, dhe zbulojmë pas publicitetit, do t'ju tregoj dhe produktet më pas, sa të bëjmë gati me sjelljen e tyre në studio. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të gatimit për të sjellë një tjetër recetë të veçantë. Ndaj vëmendje do t'i shënojmë të gjithë produktet që kemi në tryezë, topsa me brum. Toptat me brum, me prosciutto dhe me djath. Por, përpara kësaj, që gjithmonë kur them unë por është diçka tjetër, kam një recetë që është pasardhëse, që janë perime në kos. Gjë që mua më duhet t'i vendos në furrë, se nëse nuk i vendos në furrë tani, nuk po bëhet gatimi i rregullt. Ka vënë përpara. Perimet siç i kam, do t'i pres të tilla, as të vogla dhe as të mëdha. Speca dy ngjyshe, patlıxhan dhe hungulleshka. Patlıxhanët pak më të hollë, se të marinuara do t'i vendosim? Besoj po. edhe jo të marinuar nuk është problem, sepse është kosi që dhe dije që ku kaloj në kos, duhet jenë të qëndrojnë në frigorifer për të marrë erzat e duhura. Kam edhe këtë, sepse është e premte dhe nuk dua të lë më perime. Ja. Dhe tek fura që kam vendosur japrakët, normalisht edhe te japrakët kam vënë një pjatë në vend të kapakut, shumë pakës fare. Dhe vendosim tani të piqen, më Vaj pas e dhe zbulojmë. direkt në furrë. Më pas e zbulojmë recetën, tani na duhet që këto perime të zbuten. I tregojmë produktet e topthave me brum, me djath, me prosciutto, se çfarë ju duhet për ta përgatitur këtë recetë. 300 gram miell, 2 vezë, 200 gram kos, 200 gram prosciutto, 200 gram djath të grirë, krip edhe piper. Toptha të vegjël me prosciutto dhe djath. Hajde ta zbulojmë tani bashkë procesin dhe ta ndjekim hap pas hapi. Kam shkruar 2 vezë. Një më duhet për ta rahur, këtu dhe një tjetër për lyerje. Për ta rahur, shtoj pak vaj ulliri dhe pak vaj Lule dielli. lule dielli.
Shtoj masën e piperit. Shtoj masën e kripës, kripa me karar. Shtoj masën e kosit. Masën e djathit. Djathi grirë, kaçkavall, djathi fort apo jo? Po, atëre i ka lejti që këtu dhe e lë pak një dhe merret me proshutën. Normalisht, që të kem atë ekonomin time, për nuk e marrë këtë votë fare, marrë një të madhe që e ke vendosë të byrekët, tek mëngjeset, tek të gjitha çfarë doni ju. Sikur se mundet me vezë omleta e mëngjesit, dhe nëse është ajo e shtuna dhe e diela, do thoni ju, po pse Albana një proshutor të do konsumosh? Nuk e konsumojnë të gjithë, jo, sepse falë Zotit, kemi atë membrana, e vendosim Për ta në mbajtur gjysmën e saj dhe kemi. Sigurt, po. Atëhere, Edhe pse Isai, kompania e sallameve dhe proshutave, na ofron një shport të tërë, një gamë të tërë, kemi gatuar me disa nga produktet na kanë pëlqyer shumë, sepse kanë cilësi në përzgjedhjen e lëndës së parë, të erëzave, aromave që përdoren, ambalazhimi gjithashtu, pra duke siguruar një cilësi premium. Kështu kemi zgjedhur të gatuajmë me proshutën e pulës, ka brenda patjetër erëzat speciale, e përdorim si për të përmirësuar shijen e recetave, ashtu edhe në ato recetat e thjeshta, bazike të përditshmërisë tonë. ja provoj pak se. Nuk na duhet që ta kalojmë në grirje, për t'i bërë ato toplat, apo do t'i bësh në kubik të dallueshëm. Me këtë proshut pule mund të bëjmë edhe qoftet, apo jo? E grim aty tek grisja e qepës, shtojmë vezën, shtojmë erzat tjera nëse duam të shtojmë shijen. Gjë që hyn, Pak që galet dhe hyn në antipasat e ftohta, sepse fare pa vezën, thjesht kemi rikotën me proshutën, bim aromatike sa të duash, e punoj mirë, e lëm në frigorifer, që të jetë ajo masa e ftohtë dhe të punohet mirë, dhe i kemi antipasa të ftohta. Pa tjetër, në kubik më të shesht, me pomodor, djathë të bardhë, sërish është një antipast. Pra kemi, proshuta më tepër është që hyn në antipastat e ftohta. Shoqëruse shumë të mira, të verës. Pra, nuk më duhet që të jetë e kaluar në blender, sepse duhet që shija të ndjehet. pra këtu shtuam dhe një herë vezën, kosin, djathin dhe erzat. Bashkë me to edhe proshutën e pulës së saj. Por nëse doni të shtoni vaj, gjithmonë, një përzierje shumë e mirë e të dyjave. Ja, mund të marrësh një lukë se kjo. Jetër se do punohet me dorë, jo, është brumë që do punohet me dorë. Diku tek 300 gram. Unë kam marrë që të jetë me shije limoni. Pra, nëse nuk do të kisha marrë me shije limoni, shumë mirë mund të merrja një limon, lëkurën e limonit të grirë. Jep një aromë shumë djellëse. Unë e kaloj me sy. Pra, pluri atlas që ka edhe vetë fryrsin. Plus që është një mjell për çdo gatim, në kuptimin e të ëmblave apo plurave të cilat duan, edhe plurin pjekës aty. Ka aromën të Dhe koshme, aromën e sepse është dur. pluri pjekës që e ndihmon. E
kemi thënë gjithmonë, ndryshimi i sodës dhe i pluripjekës, është pluripjekës jep aromë, Po. kurse soda jep fryrje. Njëra pa tjetër më bëjnë, po, pa tjetër që bëjnë. Edhe pak deri sa të Diku shohim të 350 gram, diku. Pa tjetër që është minus plus. E përzjej mirë. E mirave është të kaloj në furr. Pa tjetër që shkojnë dhe në skuqe, por furra u jep. E ndihmon pak që të jenë më të shëndetshme, sepse nuk do kenë vajnë që të skuqen. Tani, ka ardhur momenti që unë të punoj me dorë. Tani do t'japim formën tamam të një brumi dhe do ta ndajmë pastaj në topsa për t'i pjekur. Furrën e kemi të parangrohur, presim të mbaroj procesi pra të piqen edhe japrakët. Japrakët duan shumë pak, sepse ishin që të gjitha të zjera. Të zjera, gjysmë gatim i bërë. Gjethet ishin shumë të njoma. Dhe prekja e fundit pra me mielin. Duhet një brum i but, apo jo? Elastik që të... derisa të zihet brumi. Që të ngjisë në dorë le të ngjisë, por jo shumë. Patjetër që më duhet të lajduar. Kosi ose veza... Jo, duhet të lajduar, po. Ta punojmë, se në varësi të produkteve të tjera të lëngshme, është edhe sasia e miellit që kjo recet do të na marri. Do ta punojmë mirë, derisa të pastrohet tasi nga brumi i ngjitëv, dhe më pas topsat e vegjël, të cilat do t'i vendosim në një tepsi ku kemi vendosur dhe letrën e pjekjes. Procesi përfundon në furrë, do të pjekim topsat dhe do t'i lëm pastaj në tryezë të shoqëruara me gatimet e tjera ose jo më vete, si të doni ju. Ndonjëherë ju shkon mendje për fëmijët për t'i gatuar disa receta të tilla, për veten si tip antipastash. Dhe pse jo, të eksperimentojmë dhe të guxojmë në disa shije që na sjellin gatime të ndryshme. Sa më shumë larmishmëri, aq më mirë është për ne. Pra jemi aty ku duhet tani. Duke qëndruar brumi në frigorifer, është akoma dhe më mirë. Gjë që unë nuk e lë të qëndroj në frigorifer, sepse nuk e kam luksin. Sërish lajduar dhe letjet ngjitës tani, sepse më duhet jetë e butë. Nëse i shtojmë më tepër se sa masat që kemi nga mielli, na i bëjnë më të forta topsat, kështu që na duhen të jenë si sfyngjer kur të piqen. Me pak vaj, eliminojmë ngjitjen. Gjysma e lugës. Janë të vogla, apo jo? E mielin mbaruam. Pra, shtojmë shumë mund t'i kalojmë në susam. Por, nuk ta shtojmë edhe sipër. Mos tentojmë të jenë dhe shumë të mëdhaja, se mezi piqen ashtu. Kur janë kjo madhësi... Edhe më të vogla shkojnë, më të mëdha nuk shkojnë.
Okej, unë po marrë dhe disa, nëse kemi aty farat e susamit, ose nëse kemi tek dollapi, për t'ja shtuar në apo jo në fund, dhe për t'i pjekur, bëjmë një përmbledhje së bashku të produkteve të topthave. Toptha me prosciutto, me djath, me kos, me miell, pra 300 gram miell në gramaturat përkatëse, 2 kokra vezë, 200 gram kos, 200 gram prosciutto pule, 200 gram djath të grirë, krip dhe piper. Topta të vegjël me prosciutto dhe djath. Receta do t'i gjeni edhe në YouTube-in tonë, në kanalin tonë në YouTube, për t'ju rikthyer edhe një herë me mënyrën e përgatitjes, për ju që ndoshta nuk e kuptuat. Te këta si shtuan vezën, kosin, djathin, kripën, piperin, prosciutton e prerë në copza të vogla, i trazuam mirë, shtuam gradualisht edhe miellin derisa të krijohet një brum i butë. Le të ngjis pak, nëse nuk arrini dot që ta kuptoni dhe nga ekrani. Duart me vaj dhe krijoni këto topthat. Patjetër që ta piqni. Duart me vaj sepse ngjit. Po. Pra, duke marrë masën e lugës, gjysmën e lugës. Bëjmë edhe 2-3 të tjera dhe sjellim japrakët, vendosim topthat. Madje le ta shohim pak tavën. Se edhe perimet janë pjekur. Si që të shihet, ngjyra e kumbullave ka ndryshuar, janë për më të errta, është përthithur pjesa e lëngjeve, do të ftohen dhe japrakët janë gati. Këto perimet po i vendos lart ose të vendosim topthat më mirë. Nuk është e nevojshme që perimet të bëhen shumë, largoj një taljer. Vendosim të piqen edhe topthat, ndoshta mund të arrijmë deri në një fazë të pjekjes së tyre, për sa të marrin një faqe, sepse na duhet tani që të servirim bukur japrakët me gjetherushi. I kemi përgatitur, kemi vendosur dhe kumbullat shahines për të gjitha zonjat që nuk arritën dot të na shihnin. Do të merremi tani me në fund do e lëm një 10 minutë sa të fillojnë të aktivizohet pak brumi, sepse dhe më pas ne i lyejmë me të verdhën e vezës. Në të kundërt mund të lyejmë me të bardhën e vezës, që të kenë atë shkëlqimin dhe jo ngjyrën, ose në të kundërt nuk i shtojmë fare. Ktu kam për perimet, unë këtu kam vendosur salcë kosi. Ne kemi kos. Salcën e kosit nëse mam ka tepruar, i shtoj pak kos ose i shtoj pak qumësht dhe normalisht e punoj. Veza është opsionale, duke shtuar kripën, hudhrën, rigonin dhe piperin dhe ne e kemi në rregull. Shkoj të marr një tas tani, që ti përziejmë që të kem. Do të shtoj kosin. O qumësht, o ujë, produktet i kanë. Duke e ndihmuar me vaj, duke shtuar rigonin, piper dhe pakës krip. I trezojmë. I shtoj vaj derisa masa të jetë e duhur. Stop këtu. Masa të jetë kremoze. Do të shtoj thelpit e hudhrës. Tani te kjo masa që po përgatisim, ne do t'i zhysim perimet? Perimet e pjekura, e kuptova. Kjo mas kremoze qëndron në frigorifer. Qëndron, po mund të na shoqërojë edhe ndoshta edhe Patjetër që po. Patjetër që po. Pra e kemi shumë përdorimshme të mas me salcën e kosit ose me kosin e trash. Ne
whisky. E aromatizoni. Lutem shumë. Dhe në frigorifer, një pak o djathë, lutem. Shtetëve djathë. Do të gjithë e duan ta shoqërojnë me kos, djathi për bylmetësht. Bylmetësht. Mua si Albana për shumë më pëlqen të zhytura në kos. Bukur fort edhe pak vaj, se mban pak më kremoze. Veza është opsionale, por nëse do kaloj në vezë, patjetër do kaloj në proces termik. Po. Gjë, unë prandaj nuk po e vendos në vezë. Ne po e shmangim, duke qenë se dhe jemi në përfundim të minutave. Perimet nuk duhet jenë të bëra që të marrin ngjyrë. Thjeshta të zbutura. Janë zbutur, për kanë qëndruar te pjesa poshtë, edhe topthat për shkak të plurit, siç tham, plyrësit dhe plurit pjekës, kanë filluar të marrin volum, piqen, sa të marrin ato ngjyrën karakteristike të kuqeremp, do t'i keni në tryez. Por nëse nuk arrim do t'i shohim tani, në YouTube-in ton do t'jenë topthat. Shifeni pak, janë fryrë goxha. Piqen do të marrin një ngjyrë të artë. Do t'i lëm aty bukur fort, i lëm si që janë tek tepsia edhe japrakët. 2 copa me djathë dhije, i shkon më së miri. Shtoj e largoj paksa dhe shtoj perimet. Po t'i servirim këtu. I poqëm, pasi i vendosëm kripën dhe piperin, pra pasi i marinuam, u poqën u zbutën, i vendosim tani tek masa e kësaj salce, që duhet jetë shumë e shishme. Shumë freskuse, ka perimet brenda, ka bulmetin të freskët dhe çfarë ju themi tani. Perime në kohë, zgjidhni perimet tuaja të preferuar, i piqni dhe përgatisni këtë salcën e këndshme me aromë të mirë, nëse doni pastaj mund t'i shtoni dhe bimë të tjera aromatike. Po e vendos aty në cep bashkë me japrakët, sepse edhe bashkë mund të kombinohen, megjithse shijen e japrakëve duam ta lëm ashtu siç e kemi mbajtur mend prej vitesh, siç e dim se si qëndron ajo shije. Pa e trazuar fare me perimet e tjera, duke nuhatur shijen që vetë japrakët, gjethet e rushit, kumbullat e tharta aty, bimët brenda, orizi, qepot e njoma, krijojnë bashkë një mrekulli në shije. Ne do t'ju përshëndesim nga kuzhina, do të takojmë pas pak sërish me rezen, i solle dhe toptha, do t'i lyejmë me vezë tani, besoj pak, dhe sërish në furrë. Procesi i punës këtu vazhdon, ndërsa së bashku pas fleshit informativ do të rikthehemi për të folur për një produkt që quhet kefiri, sa e njohim, se shërben, benefitet, si ta fermentojmë në kushtet e shtëpisë. Ju presim. Jemi në studion tonë, mirë se erdhët përsëri në Reze Dielli, do të flasim për një nga produktet, ushqimet më të vjetra dhe më të dobishme për shëndetin tonë, bëhet fjalë për kefirin. Po, jam e sigur që ndoshta jo të gjithë mund ta njohim si produkt, por ai është një produkt shumë i shëndetshëm, sepse përmban shumë probiotik të dobishëm për aparatin tonë tretës. Dikush e prodhon dhe e zë si kosin në shtëpi, dikush tjetër e ble në dyqan, pa e ditur ndoshta se çfarë fshihet prapa këtij produkti që ka ekzistuar dhe ndoshta po ja dim vlerat, mund ta shtojmë në rutinën tonë të përditshme. Çfarë është në të vërtet kefiri, cilat janë përfitimet, si prodhohet, si konsumohet, si fermentohet, të gjitha këto do të na i shpjegoj Ketiona Xhemali. Mirë se erdhe, Ketiona. Përshëndetje, faleminderit që më keni ftuar këtu. Është kënaqësi që të vi dhe në këtë emision të flas në lidhje me kefirin.
Edhe një faleminderit. Ti ke kohë që merresh duke e prodhon kefirin edhe si ke rënë ti në kontakt dhe pse ke zgjedhur të flasësh ose ta provosh për veten tënde, pse e konsumon kefirin? Duke qenë se unë jam pak edhe le të themi pro gjërave healthy, gjërave të shëndetshme, gjërave që tani me kalimin e viteve dhe me modernizimin e kohës janë pakësuar le të themi. Duke qenë se edhe nga profesioni im më ka dashur dhe ka lindur nevoja që të kërkoj dhe të bëj kërkime rreth kefirit dhe kuptova që ishte një produkt shumë i veçantë dhe shumë i rëndësishëm për sistemin ton gastrointestinal. Dhe kësaj pastaj vazhduam edhe duke e prodhuar në shtëpi me familjen, me gjyshërit, duke u bërë shumë mirë për pjesën e konstipacionit, se me kalimin e moshës dhe zorët nuk e bëjnë funksionin siç duhet. Duke qenë se pati rezultatet edhe tek ata dhe filluam që ta përdorim dhe me gjërë, filluar dhe me kolegët e punës pastaj dhe kuptuam dhe vlerat dhe benefitet e kefirit. Bukur fort. Për ta treguar dhe ta shpjeguar më thjesht dhe më qartë, çfarë është kefiri? Kefiri është një produkt i cili e ka origjinën nga malet e Kaukazit, ose ndryshe quhet dhe kërpudha tibetiane. Në kohën e lashtë, le ta themi, e kanë përdorur dhe ja kanë ditur vlerat shumë herë më mirë, kurse ne tani po themi po japim një vëmendje shumë më të veçantë. Si shumë produkteve të tjera të shëndetshme. Po themi, po. Kefiri është i mbushur me plot probiotik shumë të fuqishëm për sistemin ton gastrointestinal. Bën të mundur që të kemi një organizëm zorë më të shpejta, pra zorët të kemi perisaltikën ose lëvishmërinë më të shpejtë. Dhe për këtë arsye, kefiri bën të mundur dhe largimin e fryrjes të barkut. Shpesh nga përdorimi i glutenit, i laktozës, i bulmetit, i brumrave, ka dhe personat të cilët janë dhe intolerant ndaj laktozës dhe shkaktojnë këto lloj problemesh. Është më i fortë në probiotik, me shumë probiotik se sa kosi për shembull nëse e krahasojmë me të dyja? Patjetër, edhe kosi ka probiotik, por kefiri, duke qenë se është produkt i fermentuar, fermentohet për 24 orë, dhe shtamet ose le të themi qelizat mikrobiale të vogla janë më të shumta në numër se sa nga kosi. Do doja të dija për këtë procesin e fermentimit që zgjaste gati 24 orë. Për shembull, nëse na bie dhe nëse gjejmë për fat të mirë kërpudhën e kefirit, si do ta fermentojmë dhe cilat janë ato rregullat të cilat na bëjnë të mundur një fermentim cilësor të saktë për të marrë dhe produktin e duhur? Atëherë ata që do të jenë me fat që të gjejnë Unë e kam gjetur për vetë. Dua të mësoj disa teknika se kam dhe disa pyetje në fakt personale, sepse nuk ajo fara kërpudha nuk është duke më u zhvilluar, nuk po rritet, sepse di që nëse ajo shtohet ti mund ta shpërndash, mund t'i japësh miqve për të mbajtur ai sa të duhet. Gjithsesi, kemi rënë në dorë të kërpudhës, kemi marrë kërpudhën e kefirit. Si do ta fermentojmë? Atëherë kërpudhën në momentin që ju e keni marrë, ajo ruhet në një sasi qumshti, e leni në një ambient të errët dhe një temperaturë konstante. Mund të qëndrojë dhe në frigorifer. Këtu do ndalemi edhe pastaj tek pyetja që juve e patët personale që ta flasim që Tani qumshti në çfarë temperature duhet të jetë? Siç e zëm kosin, më i ngrohtë, më i ftohtë? Të jetë në temperaturë normale, po, siç e zë edhe kosin, po themi, duhet të jetë temperaturë ambienti, le të themi. 18-20 grada. Temperatura ambientit. Gjithashtu dhe kërpudha duhet të jetë në temperaturën e ambientit. Pra vëmendje sepse kërpudha zakonisht ruhet tek dera e frigoriferit në ujë, në kavanos me ujë, siç e kemi vendosur dhe në tryez. Por më pas, kur e nxjerrim nga frigoriferi, ajo duhet të qëndrojë që të marrë temperaturën e ambientit, jo ta hedhim direkt tek qumshti ngrohtë. Ky është gabimi im që ma vërejti dhe keti para se të fillonim. Më pas, i vendosim kapakun kavanozit. Më pas, po, e hedhim në një kavanos qelçi, që duhet të jetë gjithmonë në një kavanos qelçi. Gjëja kryesore nuk duhet të bjerë në kontakt me gjëra metalike. Se? Prishet? Sepse dëmtohet, shpërbëhet dhe nuk ka asë rolin dhe funksionin dhe benefitet që duhet marrim më pas. Në këtë lloj forme, kjo është dhe hinga që ne e kemi, po themi, kullojnësja që e kemi marrë, por kjo nuk duhet të përdore, sepse është i gjitha metalike, po ta shifni. Janë ca të tjera, të cilat janë plastike, dhe këto telat këtu nuk duhet jenë dhe duhet jenë sintetike. Ose në një nap, apo jo? Ose në një nap, mund ta kulloni me një nap, po, por me napën është e vështirë sepse të dalin dhe kokrat e kefirit, që mezi i gjejmë, ne duam t'i ruajmë. Duam ta shtojmë atë. Duam ta shtojmë. Më pas, kefirin nga këtu e kullojmë, që të ruajmë, domethënë, dhe të bjem kokrat aty.
E lejmë për 24 orë në mbështjellim si kosi apo e lëmë në temperaturën e dhomës? Do ta lëmë në temperaturën e dhomës në ambient të freskët dhe në errësirë, domethënë. Mos ketë kontakt ambient me dhome, le të diellin, me themi, dritën. temperaturë normale dhe të mos jetë në kontakt me dritën. Her pas here do ta shikojmë, sepse ndahet, bëhet ndarja e, le të themi, e hirës dhe kur e shikoni që është bërë ndarja, aty e kuptojmë që kefiri është bërë gati për të pas konsumuar. 24 orësh. Pas 24 orëve. Më pas? Pasi e kemi lënë 24 orë të lënë qëndrojë? 24 orë, e marrim, e heqim, do ta kullojmë përsëri për të mbledhur farat dhe kërpudhën e kefirit. E ruajmë më vete përsëri pastaj në disa mililitra qumësht kefirin e vendosim në frigorifer. Mund ta lëmë edhe në ujë apo vetëm në qumësht? Në qumësht është më e mira që ta lëmë. Në qumësht. Dhe vendosim në frigorifer, se nëse lëmë në ambient përsëri do të vazhdoj procesi i fermentimit. Në frigorifer nuk fermentohet, prandaj dhe vendosim aty të qëndrojë. Në ujë ose në qumësht dhe më pas shohim që nga hera herës, nga hera e parë, e dytë, e tretë, sapo kjo qarkullon, sa më shumë që të konsumohet, brodhojmë, aq më shumë edhe shtohen edhe kërpudhat nga kefiri. Si e kuptojmë kur masa Kuptohet e sasia, kërpudhës? sepse për shembull ju mund të keni një lugë, herën e parë kur e keni bërë për shembull, në vazhdim, po themi 3 ose 4 herë fillon shtohet dal nga dal. Nuk mund të them fikse sa mund të shtohet, Absolutisht, sepse pjesë është e procedurës, procesi. po që si bëhet. Rregullat edhe një herë të fermentimit, kur ju trazoni ose merrni farën e kefirit, duhet të përdorni gjithmonë jo lugë metalike, po lugë druri. Për ta kulluar atë një nap jo në hinka ose në kullesa që janë prej metali, sepse siç e tham, prishet struktura, nuk shtohet, nuk marrin benefitet, kështu që kjo është rreptësisht për tu konsideruar. Dhe më pas në temperatura, siç e tha dhe Keti, në temperaturën e ambientit dhe në errësirë. Do ta shijojmë kefiri pastaj mënyrat e përdorimit e të konsumimit janë të panumërta. Mund të konsumohet siç është, mund të shtohet me fara apo jo. Të shërë, Kefiri, si e konsumon ti personalisht? Përgjithsisht, kefirin unë preferoj që ta përdor ashtu siç është, pa i shtuar asnjë gjë tjetër. Çfarë shije ka kefiri? Gjithmonë më pyesin çfarë shije ka kefiri, shumë njerëz ndoshta dhe se njohin, them dëgjoj, është diçka midis kosit dhe dhallës. Nuk gjej dot një mënyrë se si ta përshkruaj. Po në konsistencë, duhet të jetë një konsistencë e trash, e hollë, dhe çfarë ndodh nëse është më e trash se ç'duhet? Pra kemi shtuar më tepër, domethënë kemi marrë më pak qumësht për ta zënë dhe fermentuar apo? Kemi marrë po. Në momentin që është pak më i trash, konsistenca është më e trash, pavarësisht se ngjason pak si me kosin e holluar, le të themi. Aty kemi marrë më shumë litra qumësht, po themi, kemi hedhur më shumë qumësht, më pak qumësht, më fal. Po, por nëse bëjmë një raport të tillë, në një lugë kërpudh kefiri, sa mililitra qumësht duhet për ta zënë, për fjala vjen kemi eksperiencën e parë të zënjes së kefirit në shtëpi. Po, mund të marrësh gjysmë litri qumësht, ose ndryshe 500 mililitra, me 2 lugë kefir ose 1 lugë kefir, nuk është se ka ndonjë ndryshim shumë të madh. Për përdorim familjar, le të themi, 4 ose 5 persona, është i mjaftueshëm dhe mund ta prodhosh ndoshta deri në 2 herë në javë. Një herë pare, domethënë se si mund ta preferojnë edhe. Pasi e kemi lënë të fermentohet pas 24 orësh, ku kullojmë pjesën e kefirit, që do ta konsumojmë, do marrim ato benefitet, fara do të shplahet apo siç është do të vendoset në kavanozin me qumësht apo me ujë në frigorifer? Patjetër që po shpërlahet fare që të largë, sepse fillon dhe rritet aciditeti, duke qenë se fare ka qenë në kontakt më përpara me qumshtin, do të shpërlahet dhe pastaj vendoset prapë në kavanoz me pak qumësh që të ruhet në frigorifer, sepse qumshti e mban konstante atë fare, që të mos dëmtohet. Duke u rikthyer edhe një herë benefiteve, në një numër të lartë probiotikësh, ndihmon në tretjen, anadopson kefiri? Apo duke ndodhur gjithë këto procese? Nuk mund të themi që kefiri është një pije magjike që ty do të heqi për një herë është dhjamin e tepërt në trup, por ndihmon në dobësim. Që do të thotë në momentin që ti ke një peristaltik të shpesht, ke një, le themi, jashitje normale dhe konsistente, automatikisht edhe pjesa e barkut, po themi, do të ulet. Qartë. Ka njerëz të cilët besojnë se vetë kefiri mund të zënësojë ato barnat probiotike. A ndodh kjo, është e vërtet kjo, nëse kemi nevojë vërtet për probiotik, për rregullimin e procesit të tretjes, për të shmangur dhe parandaluar konstipacionin, për ta kuruar atë? Kjo është në varësi edhe të problematikave që, po themi, pacientët kanë. Në momentin që ka një inflamacion ose një infekcion të theksuar të zorës, patjetër që duhet të merren dhe probiotik
të cilët janë të rekomanduar nga mjeku dhe farmacisti, sepse kefiri nuk ka të gjithë, po themi, ato bakteret e mira ose sa miliard i kërkon mjeku, po themi, CFU, do të thënë që quhen qelizat bakteriale. Kështu që patjetër që ndihmon, mund ta marrësh edhe si supertuese. A mund të konsumohet për ditë kefiri? Në varësi dhe të preferencës të njerëzve që e përdorin, po përgjithsisht mund të konsumohen maksimumi deri në, po themi, 4 gota në javë, ose çdo ditë nga 1 gotë, le të themi. Se pastaj një gjë e shtuar bëhet edhe një çik bajati thot populli, çdo gjë me karar. E vërtet. Unë të falenderoj shumë që erdhe dhe tregove këto pasion nga një pasion dhe kujdes për veten, për familjen dhe më pas për të gjithë, sepse Keti shkruan dhe nxjerr informacione po ashtu edhe se si e prodhon kefirin dhe në Instagramin e saj Ketis Kefir, kështu që të falenderojmë shumë që erdhe. Ju falenderoj juve, ju përgëzoj për emisionin, që ngjidheni gjatë gjithë kohës gjëra të reja, modernes, shëndetit dhe falenderim. Faleminderit shumë Keti. Ndërkohë, kalojmë në publicitet, do të rikthehemi me të tjerë bisedë. Ja tek jemi. Në tryezën time është Arja në dorën time, një personazh shumë i njohur, i dashur për botën e lexuesve të vegjël, sepse e tillë është edhe autorja që sjell këtë cikël të librave për fëmijë. Valbona Banka është një shkrimtare, është me profesion inxhinier ndërtimi, por ka ditur gjithmonë të krijojë një botë të dashur dhe plot humor për fëmijët tanë. Me serinë e librave për Arjan, ky është libri i tretë, ajo ka sjell një mënyrë të veçantë për të mësuar historinë e vendit tonë. Për historinë kulturore, duke bërë një udhëtim me personazhin e Arjas dhe duke krijuar një botë plot humor, argëtuese dhe njohëse të Shqipërisë tonë kulturore. Jo vetëm për fëmijët, por edhe për prindrit, sepse ka një gjuhë shumë të thjeshtë dhe shumë argëtuese. Kështu që është një sugjerim për fundjavën e këtyre ditëve, po ashtu edhe për pushimet verore për të gjithë fëmijët të cilët ju duhet patjetër të kenë një libër në dorë. Mirë se erdhe Valbona, kënaqësi që të kam këtu. Është cikli ose seria, le të themi, e tretë e Arjas. Një personazh i shumë i dashur dhe i njohur tashmë për fëmijët, sepse kemi mundur të flasim edhe për serinë e 2 librave të parë. Tani, Arja në dorën time, pse ke zgjedhur pikërisht të prezantosh lexuesit e vegjël me Shqipërinë përmes këtij libri? Këtë duhet bëjmë sa herë të mundemi, si prindër, si mësues, si teze, si halla, të paktën unë flas për gjininë femërore. Unë e kam shumë të nevojshme her pas here që të kthehem pas në kohë. Ndoshta prandaj dhe më ndodh dhe kam këtë mundësinë që të shkruaj dhe libra për fëmijë megjithëse jam e rritur. Pra bëjmë mirë të kthehemi pas në kohë. Bëjmë mirë të kuptojmë dhe të kujtojmë gavim. Sepse kjo na lidh me rrënjët tona dhe është shumë e nevojshme që fëmijëve t'ju flitet për këtë gjë. Jo se nuk ju flitet, bëjnë orë mësimi, ka prindër shumë të dedikuar që apo kur shkojnë për pushime dhe këmbgulës, dhe kur shkojnë për pushime të ndryshme që bëjnë patjetër që e kanë këtë nevojën që të tregojnë fëmijëve vendet e bukura historike dhe kulturore. Por Arja ka një qasje tjetër. Nuk vjen ato formën si fakte apo si informacione, që është pak e vështirë të mbajmë dhe ne të rriturit mend. Edhe ne po të na pyesësh nuk mbajmë mend data apo ndonjëherë edhe shumë gjëra të rëndësishme që duhen mbajtur mend. Por duhet po u përjetuan, po u sollën si përjetim personal për fëmijët, ngelen shumë më gjatë në mendje dhe ata e lidhin me argëtimin. Arja bën dhe lëra fjalësh, siç na ndodh ne kur dëgjojmë për herë të parë një fjalë të re dhe e themi ashtu siç e dëgjojmë, dhe mund të jetë qesharake, por ajo do të siç pyet ajo pse Apolonia, pse Apolonia dhe jo Epoloni për shembull, apo ato ndrimet e emrave që ja bën për shembull Ciceroni, që është një personazh shumë i rëndësishëm këtu në këtë libër, që është ai personazhi që tregon informacionet historike, në një mënyrë apo vizitorëve. Po, në një mënyrë shumë të këndshme, jo, dhe i shoqëron fëmijët në atë udhëtim. Ajo i thot ciu, sepse Ciceroni, dhe ashtu i tingëllon në botën fëminore. Dhe ajo të ngelet në mendje shumë gjatë dhe na ndodh dhe ne vetë. Kështu që ky është një libër që t'i jep mundësinë fëmijëve, duke u argëtuar, duke luajtur me fjalët, të mësojnë dhe të mbajnë mend mbi të gjitha dhe të kuptojnë dhe të ndjehen krenar që janë shqiptar. Për këtë trashëgimi kulturore, sjell bukur sepse brenda nuk është thjesht një udhëtim. Po ka argëtim brenda, ka gjithçka, ka humorin që është i shumë i nevojshëm
Është shumë interesant, një libër me humor. Gjithmonë nuk do mund t'i qesh dhe kur e lexon. Por pastaj aty është ai grepi vogël që ka ato informacionet aq sa duhet. Aq sa duhet dhe një fëmijë. Është për moshat mbi 10 vjeç, është menduar, por është menduar që të lexohet edhe me prindrit, sepse duke lexuar së bashku këtë libër dhe është shkruar në një mënyrë të tillë që të jetë argëtues si për fëmijët edhe për prindrit, i jep mundësinë prindërve që domethënë t'i ftojnë fëmijët, të tregojnë në këtë mënyrë për shembull për një vend për herë të parë që e kanë parë vetë kur kanë qenë fëmijë apo për të treguar diçka më shumë, një eksperiencë personale. Është goxha marrëdhënie shumë e bukur që do krijohet kur ta lexojnë së bashku këtë libër. Për ata që kanë lexuar dhe 2 librat e tjerë të Arjas, që kanë qenë fantastike faktikisht dhe e njohin si personazh, pra e mishërojnë ndonjëherë dhe dinë të ta interpretojnë atë në mënyrat e tyre edhe të japin mendimet e tyre se si duhet ta bënte zgjedhjen më mirë Arja, se çfarë do bënte vetë ai ose ajo fëmijë nëse do ishte në pozicionin e saj. Unë të falenderoj shumë sepse Arjen vërtet e kam shumë gjan. Unë të gjithë personazhet i dua fort, por kam një kështu si debulesë për Arjen si personazh, është personazh shumë i fortë dhe shpritur jashtëzakonisht mirë. Pikërisht për mënyrën se si ajo e sheh botën, megjithëse ajo ka vetëm një vëlla në këtë botë dhe unë e them që edhe Arja e thotë që familja nuk e tregon se sa numër pjesëtarësh ka familja, mjafton dashuria që ne ndjejmë për njëri tjetrin. Dhe Arja ishte personazhi, mendova unë, i duhur për t'u treguar fëmijëve rrënjët, familjen, sepse dhe Adeu është familja jonë. Kështu që ishte një mesazh shumë kuptim plot, shumë gjithëpërfshirës. Dhe Arja mund ta bënte vërtet fuqishëm, ashtu siç duhet për një mesazh i tillë. Në këtë udhëtim, sepse Arja, si çdo fëmijë të tjerë, e ka shumë pasion dhe qef detin. I jep atë qetësinë. Aty e nis. Aty e nis sepse Arja e kishte ëndër, nuk e kishte parë asnjëherë detin, nuk e ka parë. Arja dhe vllai i saj për ta treguar për shikuesit dhe për lexuesit që ndoshta nuk kanë arritur dot të lexojnë 2 të parat, janë të 2 fëmijë të rritur në shtëpinë e fëmijës. Që kanë humbur prindrit dhe jetojnë në shtëpinë e fëmijës. Dhe 2 librat e parë tregojnë pak më shumë për realitetin shqiptar, për problematika që përballen këta fëmijë, por ajo drama parë me syt e një fëmije, një vajze 10 vjeçare apo një djali 12 vjeçar, bëhet paksa dhe qesharake ndonjëherë, po dhe pak më e thellë nga që mund të mendohet se shikojnë këta fëmijë botën. Ai momenti kur të 2 vëlla e motër, po flas për ciklin e dytë, kur të 2 vëlla e motër me zindaheshin dhe përqafoheshin, kur familja që do të birësonte njërin apo tjetrin, këtë do zgjidhte atë momentin e tyre, ishte shumë emocionues, sepse e kanë lexuar edhe vetë. Po, dhe unë të falenderoj shumë se. Ndërsa këtu kemi kaluar tani tek një Arja dhe të ngjarje më me humor. Kjo është një Arja në dorën time, është një mesazh për të thënë që Shqipëria është në dorën time, por është në dorën tënde. Por në fakt ka kaq shumë humor dhe kaq shumë argëtim dhe është një libër, një histori krejt ndryshe nga 2 historitë e para, lexohet më vete, mund të lexohet Arja 1 më vete dhe Arja 2 pa që ne nevojshme të lexojmë, por unë gjithmonë e nis mbar dhe them që ndoshta po të lexosh 1-shin dhe 2-shin do e kuptosh më mirë pse Arja i bën këto lërat e fjalëve, apo pse mendon kështu, por lexohet edhe më vete. Dhe është një libër me aromë vere, i them, me aromë deti. Sepse tani përfundojnë dhe mësimet, fëmijët dhe kanë në dorë një libër shqiptar. Po, tamam shqiptar dhe është vërtet libër shqiptar dhe ka dhe vende shumë të bukura, ka dhe brigje shumë të veçantë që fëmijët mund t'i njohin pak më ndryshe, pak më pak, jo vetëm thjesht deti kaltërosh me guralec apo me rër, si varet se si është bregu, por ka edhe ca gjëra të vogla aty, detaje që mund t'i bëjë që t'i mbajnë mend ose të paktën t'u zgjojnë këshërinë për t'u kërkuar prindërve që po pse të mos shkojmë diku. Po ti informojnë dhe prindrit që ndoshta edhe nuk janë dhe ata të informuar për të gjithë. Na ndihmon të gjithëve dhe unë kam mësuar goxha sepse ky libër ka qenë një çik për mua ka qenë shumë e nevojshme që unë të punoja pak më shumë, jo vetëm thjesht çfarë unë mbaja mend, por vërtet të ulëmtoja, të kërkoja kasitë plot shumë të mira që mund të merrja informacione që unë të bazohesha vërtet atë që e dija mirë, domethënë nuk po e thosha me fjalën time po patjetër dhe përshtatja për fëmijët. Po, përshtatja pastaj ka qenë vjen vetë natyrshëm sepse këta janë domethënë bota e fëmijës është magjike dhe po ta kesh atë zemrën e hapur, ato vijnë vetë, domethënë imagjino sa bukur është kur ti ri me fëmijën tënd dhe harron pastaj ato problematika që gjatë gjithë ditës të zën kohën dhe të lodhin dhe ti shkrihesh bëhesh një dhe pastaj ti shkruan dhe mendon si unë pak të shkruaj dhe mendoj si një fëmijë 10 vjeçar. Duke qenë se je me këtë pasionin e madh për të shkruar, kryesisht letërsim për fëmijë, aq më tepër që vjen nga një fushë krejtësisht ndryshe siç është inxhinieria e ndryshimit. Çfarë ndjesie ka një shkrimtare kur vetë fëmijët arrin të thonë përshtypjet e tyre,
mesazhet, ose sepse ke patur edhe mundësinë të komunikosh me fëmijët në seanca të ndryshme. Po, është pyetje shumë e bukur dhe mua më pëlqejnë këto pyetje që më bëjnë të kthehem pastaj prapë edhe tek ato takime që bëj me fëmijët. Kënaqësia më e madhe ime është jo vetëm që lexohem, por kuptohem. Dhe ky është qëllimi, që të lexojnë, por dhe të kuptojnë pak atë thellësinë. Sa unë shkruaj për një grup moshë që është çike vështirë, nuk parashkruhet shumë, sepse janë çik sfidant. Ata duhet të jesh jo vetëm interesant, po duhet t'ju tërheqësh vëmendjen që të lënë celularin, domethënë të lënë gjithçka që të mund të përkushtohen dhe kërkon. Romanet për shumë kërkojnë shumë përqendrim, prozat e gjata. Nuk mund të jetë një libër që ta lexosh për një orë dhe thua e lexova një libër shumë mirë, por kjo kërkon që të mbash ritmin. Edhe e lexojnë dhe e kuptojnë, sepse jo si duket, unë jam e bindur që fëmijët janë shumë inteligjent, thjesht duhet të gjesh mënyrën si t'ju qasesh. Duhet t'ja bësh aq shumë interesante atë fabulon, atë personazhin, mënyrën se si e shkruan frazën, sepse janë në kontakt e para me telefon, me teknologjinë, me gjithçka që shohin aty, personazhe pafund, të orientuar drejt letërsisë ose të përkthyer letërsisë të huaj, kështu që është koha ndoshta që akoma më shumë shkrimtarët tanë të prodhojnë dhe të prodhojnë vazhdimisht, por që t'ja bëjmë kaq interesante fëmijëve. Një libër të tillë për Shqipërinë, për vendlindjen, për atë dheun, nuk mund ta bëjë një autor i huaj. Domethënë sado që tematikat mund të jenë të njëjta, ta duash atë dheun, ta duash vendin tënd, të bësh pamundurën, nuk e shkruan dot. Një italian autor italian do shkruaj për Italinë, për vendin ku ka lindur, apo kjo është ideja që janë disa tema, janë disa mesazhe që mund përcillen vetëm nga autor shqiptar për fëmijë shqiptar. Pastaj, nëse ti ke mundësinë që të deportosh akoma më shumë, akoma më thellë, mund të jesh shumë i vlefshëm jo vetëm për fëmijët e diasporës, por dhe për fëmijë që janë miq me ta, që mund të duan ta lexojnë për stilin tënd argëtues, për mënyrën se çfarë kanë, çfarë mësojnë. Atëherë pastaj është arritje, por unë ndihem shumë mirë dhe kam një kënaqësi sepse Arja është një personazh që nuk harrohet. Harrohet vetëm nga emri i saj, sepse për shembull kur e prezantova vajzën me Arjan, tha po pse se ka quajtur Josea, për shembull. Emri i saj shumë e bukur, ka të drejtë. Se ka zgjedhur Arjan kjo autori. Është me vërtet, por Arja ka pasur, e para ka ardhur një emër përgjithësi mendoj unë vjen vetë tek autori, shumë rrallë më ndodh në një emër i një personazh kalimtar që unë mund ta rimendoj, por zakonisht emrat vijnë, domethënë personazhi vjen dhe prezantohet tek unë me atë emër. Arja do të thotë edhe ajër, pra një gjë shumë e nevojshme për njeriu dhe ajo përfaqëson ata zërat e atyre fëmijëve që nuk dëgjohen. Zërat e atyre fëmijëve që janë aty, janë prezent, janë kudo rreth nesh, por nuk kanë vëmendjen e duhur dhe qoftë emocionale, qoftë mbështetje ekonomike, qoftë edhe thjesht të shprehin dëshirat e tyre. Ata janë fëmijë si gjithë fëmijët e kësaj bote. Do të vazhdojë cikli i Arjave? Po, libri 4 do vi shumë shpejt dhe libri 4, dhe pastaj unë jam në hall shumë të mbar, sepse fëmijët lidhen me personazhin kur është dhe seri e vlerësojnë shumë dhe duan patjetër. Krijosh. Po, mua më pëlqen patjetër të shkruaj edhe për personazhe të tjerë, po Arja ka vendin e saj, kështu që do vi dhe një libër i ratës. Unë të uroj shumë suksese. Faleminderit që na krijon një botë kaq të bukur përmes leximit dhe për ta njohur Shqipërinë në një gjuhë kaq të bukur siç ti shkruan. Faleminderit. Falenderoj. Arjan do ta gjeni kudo, kështu që një dhuratë shumë e bukur për fëmijët tuaj për ta lexuar gjatë pushimeve të verës, si shumë e shumë libra të tjerë që do t'ju sugjeroni, të mos i shkëpusim ata nga leximi edhe pse këto pushimet pastaj ato do jenë udhëtim, lexim, kënaqësi të gjitha bashkë. Faleminderit edhe një herë. Shkojmë në publicitet, sërish do të kthehemi në Rezën tonë. Në zemër të Firenzes, aty ku gastronomia italiane është një përvojë e gjallë për shqisat tona, një shqiptar ka hapur një nga dyqanet ose bracerit më të mira, më të njohura të mishit. Quhet Gerhard Betja, ka studiuar tjetër deg, po ka pasioni si ekspert i mishit dhe ka bërë që të bëhet tashmë i njohur dhe të sjell mish, lloje të ndryshme mishi nga e gjithë bota, 25 lloje mishi. Por aty mishi nuk thjesht gatuhet, por përpunohet me një proces të gjatë, të rafinuar, që fillon në qeli të posaçme, përfundon në blender të ftohtë, duke nxjerrë në pa butësinë apo cilësinë e tij maksimale. Këtë art, sepse vërtet bëhet art, e drejton pikërisht shqiptari Gerhard Betja, eksperti i cili e shikon tamam si një shkencë dhe pasion në të njëjtën kohë. Ai sjell nga Finlanda, nga Japonia, do ta kemi gati tani Gerhardi për ta pyetur se çfarë e lidh pikërisht me këtë profesion. Wow, mes mishit aty. Përshëndetje Gerhard. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje gjithëve.
Gerhard Bejta. Si u bore ti një ekspert, je njohur si shqiptar i mishit, nga studimet e tua në Padova për marrëdhënie ndërkombëtare, tashmë një ekspert i mishit. Çfarë të shpyu të merresh me këtë profesion? Po kështu është jeta, në fillim nisme për shkenca politike dhe përfundu me duke shit mish në Firenze. Nisi gjithçka si një pasion, edhe sot është me të vërtet një profesion edhe pasion bashkë. Bashkë me 2 shokë mi, vendosim të marrim këtë rrugën e kulinarisë, shërbimit bishit, tartufit dhe ja ku jemi të në Firenze. Shërbim pisha nga gjithë bota edhe nga Italia. Gjitha misha bistek alla Fiorentina, bistek Fiorentine, misha të frëllu, ku kalojnë ko... Më trego pak të procesin, se jam shumë interesuar, ky procesi i çpimit dhe i pjekjes, çfarë ndodh me mishin ato 30 apo 40 ditë? Gjithçka nin nga momenti që këto bovina, këto kafsh, aty fillon një proces me temperaturë dhe me lagështirë të kontrolluar, temperaturë nga 2 deri në 6 gradë dhe lagështirë nga 60 deri në 70 gradë kontrolluar. Ku kalojnë për 30 ditë, një muj, aty mishat relaksohen, nxjerrin jashtë gjithë lëngjet që kanë mbrapa, gjakun, edhe duke relaksuar bën shumë më buta, shumë më dashtuna për qellën, për palatin, për stomakun e personave. Pastaj procesi i fundit ndodh me frigorifer që ndodh pas meje, që është një frulator. Hyna përpunimi i fundit përpara se ti gatujmë në zgarat tona. Gatimi është shumë i thjeshtë, i vendosim qik në kot, në mënyrë që nxehtësia të infiltrohet nëpërmjet kocit deri në zemrën e bistekës, të arrijë një temperaturë për 60 gradë, edhe pastaj mjaftojnë pak minuta nga njëra anë dhe nga ana tjetër, edhe jemi gati të servirim mishin në tavolinë. Veçantia e këtij mishi nuk është vetëm tek fakti që e vjetrojmë ose përpunojmë mishin në këto frigorifera të predispozuar, por ashtu edhe seleksionimi i mishit, që varet nga shumë faktorë, varet nga niveli i infiltrimit të yndyrës ose të grasës brenda mishit, por edhe jashtë tij. Gjithashtu varet nga mosha e kafshëve që ne shkojmë me zgjedhjen kur bëjmë seleksionimin e mishit. Varet nëse janë femra, nëse janë meshkuj, nëse kanë një moshë nën 2 vjeç, mbi 2 vjeç, gjithçka koincidon, gjithçka është shumë dikuese në cilësinë asaj që ne do shkojmë të servirim në tavolinë. Cili është mishi më i shtrenjtë që ju keni aty? Po për momentin ne trajtojmë shumë mishe ndryshme, duke filluar nga skotona, duke filluar nga mishat lokal, sikur janë Chianina, La Fassona, vazhdojmë me Finlandën, vazhdojmë me Danimarkën, mbi gjitha punojmë me Chianinën, sepse është mishi proprio që është mishi lokal, por mishi më shtrenjtë në absolut për shumë kohë mbet seleksionet japoneze. Si që është Waigu edhe Kobe. Megjithse edhe veriu i Europës për kohët e fundit, momentet e fundit, ka një rritje jashtëzakonisht eksponenciale, po ne po punojmë shumë mirë edhe klientët janë jashtëzakonisht të kënaqur. Bëhet fjalë për tani mishit Sashi, edhe pse ajo nuk është një racë e caktuar, por është një premje, do thotë mishna jashtëzakonisht të yndyrshëm. Njerëzit preferojnë kështu, tendencët e fundit janë të tilla dhe ky është realiteti. Këto janë preferencat që kërkojnë më tepër. Ato llojet e mishit që ke aty në Tryezë, për shembull ai mishi që ka një ngjyrë më të errët, pjesa tjetër. Unë kam sjell 4 shembuj nga mishat që ne fshesim. Ai që ka ngjyrë më të errët, mos e shikoni kështu, nuk është i prishur, do pastrohet, do sfiletohet edhe ka një ngjyrë shumë të kënaqshme. Po pse ka atë ngjyrën e errët dhe nga ka ardhur ai mish? Kjo është dedikuar nga procesi i tharjes ose i fërlimit, sikur e quajmë ne, sepse nëpërmjet temperaturës të kontrolluar, sikur ju thash, mishi vjen dhe thahet. Duke u tharë humb gjithë likuidin. Pra, sa më shumë që ti e gatuan këtë mish, aq më shumë bëhet i fortë, është pak a shumë si një prosciutto. Por kjo i dedikohet që i humb gjithë likuidin, gjithë lançet dhe bëhet jashtëzakonisht i butë, bëhet
pikërisht si kur burro fresko, si kur qymë në Shqipëni, butter, është jashtëzakonisht e butë. Kjo, në përgjithësi, kjo bisteka që unë kam këtu në dorë për moment është një vaka Italia, është ishte një femër, që thënë nuk është mashkull, bovini në cili është prerë, ka pasur një jetë gjatësi për aftësisht 4 vjeçare, në momentin që është vendosur nga kasapi, nga mashinerit për të prerë, edhe është maksimumi i sësisë, ka një shije shumë të fortë, por edhe shumë decizive ndërkohë. Këtu me janë kemi Kianinen, që është raca lokale e mishit këtu në Toskanë, është mashkull, ka shumë të mëdha, janë gjigante, arrin deri në 1700 kg për meshkuj dhe 1100 kg për femra. Dhe është shumë magre, por nuk ka shumë pak undyrë për mrena, që bën një shije shumë decisive. Dhe e rëndësishme në gjitha është që kjo të kalojnë shumë kohë në këto frigorifere që kërë diskutova më parë, sepse ezalton më mirë çdo shije që ka. Pastaj kalojmë me Black Angus, Irlanda, ose Skocia, Black Angus ose Red Angus, varet, të janë misha bashkë me Sashi, finlandez, që kalojnë që jetojnë vetëm në ambient të hapur, pra nuk jetojnë në stalla me allevamente intensive, të ushqehen vetëm me barë. Ai duhet të jetë dhe më i shëndetshëm, besoj. Po, ne besojmë në gjithashtu mënyrë tillë, ka një shije që mendoj është bukur, që mendoj është mirë, është gjithsesi në gustet e personave, nuk ekziston mishi perfekt, çdo gjë është shumë relative, për atë punë ne ofrojmë gjitha llojet e mishnave, sepse është shumë relative shija e mishit. Sa lloje të tilla keni aty në dyqan? 25 gjë? Kemi 8 keni tani. 8. Po kjo varjen nga muji në muj, varjen nga sezonin nga stina në stin. Unë e tham gjithmonë e njëjta lop, stin të ndryshme mund të bëjë djathna të ndryshme me qumshtin që përllon, sepse ka të bëjë ushqimi që i na jepet, ka të bëjë shumë faktor. Është shumë më kompleksive se sa fakti thjesht të marrësh një lopë dhe ta serviresh ashtu. Është diçka shumë më komplekse, është një art që shumë persona merren, edhe është një punë gjigante që bëhet mbrapa. Gjithë ai proces derisa arrin në pjatë. Derisa na vjen në pjatë ka një proces të jashtëzakonshëm. Ka shumë persona që ndodhen gjatë vitit punojnë dhe japin maksimumin për të servir maksimumin ke klientët. Klientët shqiptar, çfarë le themi feedbacku keni marrë nga këta tanët? Të kanë thënë që pse nuk e sjellë në Shqipëri këtë braceri? Nuk e di. Di që ka shumë shqiptarë që njeh edhe atje në Shqipëri, sidomos në Shkodër, dhe përfitojnë nga fakti të përshëndes gjithë shkodranët këtu që ndodhen, sidomos ata që kanë mbet Shkodër. Ka shumë shkodranë, ka shumë shqiptarë që po merren me mishin. Është një botë e re që po hapin në Shqipëri, që ka shumë për të mësuar, shumë për të rritë, shumë për të përmirësuar, por janë shumë. Nuk e di nëse nesër do bëhem një nga ato. Por ka shumë djemë, vajza të reja që japin maksimumin, që punojnë fort çdo ditë edhe produkti shqiptar, misha shqiptar, produktin vendas arrin për ta përpunuar edhe për ta çuar në një nivel superior. I përshëndes. Ju thatë që vini dhe sillni nga vendet të caktuara ku kanë një lloj gjurmueshmërie, një lloj informacioni për cilësinë e tyre, për mënyrën se si rriten kafshë, për mënyrën se si trajtohen, dhe këto të gjitha janë shumë të rëndësishme. Është para shumë janë kanë. Po. Në botë punojnë shumë mbi këto misha, seleksionojnë, merren çdo ditë me kushtet e ushqimit tyre, me kushtet e rritjes, me kushtet e premjes, edhe me kushtet e stazhonimit, që është edhe faza finale me cilën ne merremi, stazhonimin edhe servimin në tavolinat e qytetarëve, nga gjithë bota. Dhe kjo është. Ti ke hapur këtë braceri në qendër të Firences, ke dëgjuar për këtë mishin e laboratorit që po diskutohet? Mishin e? E laboratorit. Mishi do të prodhohet në laborator. Po, nuk e di, nuk jam shumë dakord, nuk kam shumë informacione, por nuk jam shumë dakord. Absolutisht që nuk e dakord, me gjitha të proces që kalon aty.
është një shkencë më vete. Që kam që për vegetarian kudo që në botë. Po edhe për mënyrën se si duhet ta zgjedhim ne ta konsumojmë mishin, absolutisht, sepse nëse ne e konsumojmë me tepri ose e rëndojmë pak, sigurisht që kemi dhe ato pasojat në shëndetin tonë. Pak e sakt duke zgjedhur një gjalla me krypa me karare. Ashtu, bravo. Që si mishin do marrim pa sa kemi nevojë, sa e dojmë, me mjaftueshme është ta shijojmë dhe jo vetëm ta hajmë, sigurisht është kultura jo shqiptare që do hajmë çdo ditë mish, e mira është ta shijojmë, të bëjmë një rritje progresive, një diçka që tjetë bukur. Në një shije caktuar, bukur, jo vetëm thjesht hajmë mushin barkun. Tani për ta le themi gatuar, pasi kalojnë gjithë këto fazat e proceset që u thatë, ju e sillnit në zgar apo jo, të pjekur? Ne gatim apo ka dhe procese të tjera? No, ne gatim në zgar, mund të gatim edhe në mënyra të tjera, por ne jemi një bashkëri e rikisituar të Toskane, por gjithsesi ne gatim në zgar. Procesi gatimit ka të bëjë që në fillim ne vendosim mbi zgar për rreth 15 minuta, në mënyrë që temperatura të infiltrojë nëpërmjet kocës në gjithë pjesën e bistekës. Po. Edhe pastaj shefat tonë me teknikat e tyre e gatojnë 5 minuta nga njëra anë dhe 5 minuta nga ana tjetër. Edhe kjo është shumë relative sepse varet nga spesori i bistekës, spesori sa gjanë është bisteka, edhe nga niveli i gatimit që klienti kërkon. Gjithsesi ne këshillojmë rigorozisht që të jetë gatuar al sangue, që është tipi i kuzhinës. Shumë persona mendojnë që këtu do dali gjatë nga bisteka, por jo. Ajo është një nivel i gatimit ku varet nga temperatura në zemrën e bistekës. Kjo është këshilla jonë. Pastaj preferencat janë nga më të ndryshme teksa vizitorët aty në qendër të Firences vinë dhe shijojnë atë mishin shoqëruar me pijet, verat, përkatëse që i shoh edhe prapa teje. Unë të falenderoj, të uroj shumë suksese në punën tënde. Faleminderit edhe juve, përshëndetje e këngëtar. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit dhe juve që na keni ndjekur për gjatë këtyre 2 orëve të transmetimit tonë të drejt për drejt. Vazhdoni të ndiqni programacionin e Report Televizion. Ju përshëndes.